doesn't speak English usually back home. So I'm going to try to translate, but know this. He's a doctor in Roman Scripture, okay? And I'm not sure if I will be able to translate him all of it. So you bear, try to understand what he's going to say. And he's a teacher, so please. Before everything, let me thank God for everything. Father Dino. And all of you. We are here after 3 years. Giving glory to God in worship. And also in this kind of feast. The consecration of the Basilica of the Lutheran. We worship God in buildings. Në fakt Jezusi u dëpt sigur ja hoqi eksklusivitetin ndërtesave. In fact, it looks like Jesus took out that exclusivity of the buildings. What is happening in there? Jezusi tha ata që adhurojnë Zotin e adhurojnë në shpirt të vërtetë. He said, who worships God in spirit and truth. Në fakt hebrejt besojnë se prania e Zotit vjen në tempull. In fact, the Hebrews believe that the presence of God comes in temple. Jezusi e pa ndryshimin. And Jesus makes the difference. Pa diferencë duke thënë jo vetëm në tempull. The difference that it's not only in the temple. Çdo jam që beson në hyjin. But whoever believes in God. Secili që adhuron hyjin. Whoever worships and adores God. Që adhuron në shpirtin e të vërtetë. Who worship God in spirit and truth. Është tempulli i hyjin. Is the temple of God. Pra zemra besimtare. The heart of faith, heart who believe. Zemra adhuruese. The heart who adore and worship God. Është tempulli i hyjin. Is the temple of God. Nga njëra anë. In one side. Në Ungjillin e Mateut. In the Gospel of Matthew. 18:2. Jezusi thotë ku janë dy ose më shumë. Jesus said, where is two or more. Të bashkuar në emrin tim. Gathered in my name. Aty jam në mes tyre. I am with them. Sikur se sot. As it is today. Kështu krishterët besuan në shekujt e parë të krishterëve. The Christians in the first century, they believed se duke u bashkuar si adhurues në shpirtin that being together like worshippers in spirit and truth. Së bashku together. Aty banon Zoti mes tyre. They knew that God lives with them. Për 3 shekuj. For 3 centuries. Ata adhuruan Zotin së bashku. They worshiped God together. Në bizmende. Underground churches, you know about that. Në shekullin e 4th, 4th century, për herë të parë, for the first time, kur u liria, when freedom was given, me anë të Konstantinit, with Constantine, you know, Pax Konstantiniana në 313, 313, when that happened. Në kishën e Lateranit, in the Church of Lateran, qendërtesa e parë, it was the first building. Ku bani shërbes publike haptas. When they could worship God openly, yes. Dhe sot na kërkohet nga shkrimi të shenjta. And today we're called from the Holy Scripture. Se si mund kontribuojmë ne për këtë kishë të hyjit. How we can contribute for this Church of God. Dhe na jepet një ftesë. And we have an invitation from it. Dhe unë po e vaj pak me zot lart. And I will give it with a loud voice. Edhe pse kam vallë. Yeah, enough voice. Bëhu gur i gjallë. Be a living stone. Bëhu gur i gjallë. Be a living stone. Sot secili i bëhet ftesa që të bëhet një gur i gjallë. Today you're all invited to be a living stone. Bëhu gur. Be a stone. Por i gjallë. A living stone. Bëhu i gjallë. Be a living. Por gur. A stone. Si. How?
Thot shërbalin e letrën që drejton Efesianëve. And Paul said to Ephesians, Afrohuni atij që është buri i gjallë. Afrohuni Krishtit që është buri i gjallë. come to who is the living stone, like Ophrah. Afrohu. Come Krishti është buri i gjallë. here. Jesus is the living stone. Është buri që ndryshëm, He is gur, the stone that stands por i gjallë. and living. Thotë Mark Aureli, Mark Aurelius said, universi është ndryshim i vazhdueshëm. the universe is it changes, like it's in a way of changing, Thotë jeta është opinion. and the life is opinion. Por universi është ndryshim i But vazhdueshëm. the universe is a changing. Asnjë besimtar nuk vjen kish për mos të ndryshuar. Not one believer comes in church to not change. E ndoshta kisha mund ta kuptoj këtë. And Church understands. The church The church understands. need to understand që kisha ka nevojë të kuptojë that the church need to understand this. se është e thirrur të jetë e qëndrueshme, Called to be stable, sigur, like strong, just, strong, por e gjallë. but living. Dhe sot na jepën 3 elemente Today is giving to us 3 elements. si mund bëhemi gur të gjallë, How can we be a living stone? si mund bëhesh ti këtu gur i gjallë. How can you be a living stone? Një gur One stone, është materie, it's a material. është diçka e prekshme, You can touch it, you can feel it. objektum, thotë latinit, object. E ne ku e prekim me pranimin e Zotit? Në sakramente. So, and we do touch the presence of God in sacraments. Pra një fe sakramentale është element i parë me cilin ti bashkë e gjallë. Feja sakramentale. The sacramental faith, it's one of the first objects where we touch. Është elementi i parë, the first element, It's the first element that we touch God, që ne bëhemi gur i gjallë. and that we be a living stone. Feja në shtëpi është feja e adhuruesve në shtëpi të vërtetë. Faith in the home is the faith of those who worship God in spirit and truth, Por nuk është fe sakramentale. but it's not a sacramental faith. Zoti e lidh shpëtimin tonë me bashkimin tonë, God unites our salvation me bashkimin tonë, with our gathering, ku marrim sakramente. where we take sacraments. Kështu që mos rrish shumë i qetë, So don't stay comfortable me një fe që rahatohet në shtëpinë e vet. with faith that it is kind of comfortable in their home. Like I feel good in my home, I have my faith in my home. Nuk e di, shqipti kena shumë njerëz që thonë se ka nevojë me shpërtish. We have, I don't know here, but in back home, we have so many people that they say, I don't need to go to church. S'ka nevojë me shpërtish. Besoj te shtëpia. I don't need to go to church. I believe in my home, God is there. Feja është fe sakramentale. Faith is a sacramental faith. Feja është një fe që preket. Faith is a faith that you touch. Ky është elementi i parë. One element, this is. Elementi i dytë. Second element. Feja është një fe që vjen nga fjala. Faith is a faith that comes from the word. Shërpali Romakëve thotë, St. Paul to the Romans said, feja lind nga predikimi. a faith born or comes from the preaching or Fides, another word, not fides ex audito. preaching, but also Feja vjen nga predikimi. another word. Mirë. Um, Feja vjen nga predikimi. okay, from the preaching. Pra feja në fjalë. Faith comes from word. E ai që beson në fjalë, And who believes in the word, trusts the word, ai edhe mëson të lut. he learns how to pray. Kush dëgjon, Who listens, kush dëgjon Zotin, who listens God, dinë edhe me i fol Zotit. knows how to speak with God. Ka
Ka shumë prej nesh There's so many of us që thonë se nuk dinë me lut. that they don't know how to pray. And No, they say that they don't know how to pray. Po, Maybe. ndoshta kushton dinë me lut. So, who doesn't know how to pray? Ndoshta s'ka mësuar akoma me dëgju. Maybe they didn't learn yet how to listen. Ky është elementi i dytë me të cilin bëhemi kur të gjatë. The second element, how to become The living stone. living rock, living stone. Feja që dëgjon, The faith who listens një fe që lutet. Ashtu një anga. is a faith who prays. Dhe elementi i tretë And the third element është dashuria, is love. caritas. Love. Thonë të Shën Agustini duke i përmbledhur të treja Saint këto, Augustine, he said for these three elements, thonë të me anë të fesë sakramentale, with the sacrament of faith, besimtarët bëhen material për të ndërtuar shtëpi. believers become a material to build a home. Me anë të fesë në fjalën, With the faith in the word, ata latohen për t'ju ofruar njëri tjetrit. so they become more perfect to come close to each other. Por vetëm me anë të dashurisë, But only with love. ata ndërtojnë një shtëpi ku të tjerë mund të hyjnë They bëni. build a home where the others can come in. They are welcome to live. Atëherë dhe zë motra, So my brothers and sisters, që ftesë besoj se drejtohet mua dhe ju, this offering, this welcoming that I'm giving you to practice from this word, që të bëhemi gur të gjallë, so we be a living stone, duke ju afruar burit të gjallë, to come closer to a living stone with this me një fe që ushqehet tek sakramenti, with faith that feeds itself from the sacraments, aty ku Krishti në prekim, where we touch Jesus, aty ku Krishti në preke, where Jesus touches us, me një fe që dëgjon, with the faith who e listens, me një fe që lutet, and with the faith who prays, e me një dashuri që ndërton, and with love that builds. sepse po vinë kohë të vështira. Because hard times are coming. Kena nevojë me kanë së bashku, We need to be together në Krishtin, in Jesus, me Krishtin, with Jesus, dhe për ta. and for Jesus. Amen.